Çdo pasuri e pajustifikueshme dhe e krijuar në shpërputhje me të ardhurat e ligjshme, përmes mekanizmave kushtetues dhe ligjor, duhet dhe do të rikthehet tek shteti dhe qytetarët. Për siç jeni ndjeni, së fundmi më 30 mars të këtij viti, projekt ligji është miratuar sërish në qeveri për herë të tretë tashmë. Ky fakt në vetvete flet qartë për seriozitetin dhe këmbguljen institucionale për ta çuar këtë nismë deri në fund. Byroja do të jetësohet si një garanci e prekshme për qytetarët e kësaj republike, duke shndërruar premtimin për një reformë rrënjësore në realitet, ku drejtësia dhe integriteti nuk janë më opsione, por janë standard i padiskutueshëm për secilin zyrtar publik. Projekt ligji për byron në fakt krijon një mekanizëm funksional dhe kushtetues për verifikimin e pasurisë së zyrtarëve publik, duke vendosur kufi të qartë institucional dhe procedural. Pra byroja nuk konfiskon, byroja mbledh, verifikon dhe analizon informacionin. Vendimi për konfiskim merret nga gjykata. Procedurat iniciohen mbi bazë të informatave të besueshme dhe fokusi është tek mospërputhjet substanciale financiare. Të drejtat e palëve janë të garantuara në çdo fazë. Qasje në dokumentacion, të drejtë për të dëgjuar, përfaqësim dhe mjete juridike. Retroaktiviteti dhe periudhat e verifikimit janë të qarta dhe balancuara midis interesit publik dhe proporcionalitetit, ashtu siç është rekomanduar edhe nga Komisioni i Venedikut dhe nga gjykata kushtetuese. Dispozitat kalimtare janë kufizuara në kohë dhe nuk e cënojnë pavarësinë e byros. Ky projekt ligj është i harmonizuar me standardet kushtetuese dhe praktikat evropiane. Në këtë fazë, pyetja nuk është nëse mekanizmi është i ligjshëm, por nëse do ta bëjmë funksional. Çdo pasuri e pajustifikueshme dhe e krijuar në shpërputhje me të ardhurat e ligjshme, përmes mekanizmave kushtetues dhe ligjor, duhet dhe do të rikthehet tek shteti dhe qytetarët. Përmes këtij projekt ligji vendosim një standard të qartë dhe të pakontestueshëm që nuk do të ketë tolerancë ndaj pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme e të pajustifikueshme, ndërsa qeverisja e përgjegjshme dhe transparenca nuk janë opsionale, por detyrë shtetërore. Byroja shtetërore është garanci e pa kompromis për drejtësi, integritet dhe besim pa kurrëzuar tek çdo qytetar i Republikës Kosovës. Prandaj ju ftoj edhe ju të nderuar anëtar të komisionit që ta mbështesni këtë projekt ligj për procedim të mëtejmë në kuvend. Ju faleminderit shumë dhe mbetem natyrisht në dispozicion për vërejtjet, kritikat, pyetjet, sugjerimet tuaja.